Po prap, në vitin 2019, Trump bëri një lëvizje të pabesueshme, kërkoi të blinte Grenlandën nga Danimarka, jo si një investim i thjeshtë, por si një zgjerim strategjik të territorit amerikan. Një marrëveshje tipike Corleone, një lojë për kontroll, pasuri natyrore dhe dominim gjeopolitik. Kur Danimarka refuzoi, Trump e quajti kryeministrin të shëmtuar dhe të paditur, duke dërguar mesazh se në këtë botë kush nuk pranon, ofendohet. Për njëri që mendon si Corleone, kontrolli i territorit të gjithçka, Grenlanda, me rezervat e saj të pashfrytzuara, ishte një biznes që duhej kapur përpara të tjerëve. Në vitin 2019, në samitin e NATO-s, Trump bëri atë që do të shokonte gjithë botën. Ai nuk luajti me diplomaci klasike. Ai trajtoi liderët evropian si borzhlinj, duke u thënë: "Paguani pjesën tuaj, ose ne do të largohemi." Një kërcënim i pastër. Paguaj për të qëndruar në lojë, ose përgatitu të mbrohesh vetë. Gjermania, Kanadaja, Franca, të gjithë në presion. Ishte një mënyrë drejt për drejt, brutale dhe efektive. As diplomaci, as shpjegime të ndërlikuara. Një metodë që i ngjante taksave të mbrojtjes që Corleone vendoste në lagjen e tij.